më sqaro tamam gjitha situatat. Jo. Të të sqaroj edhe një herë. Po. Ripërsërite. Bëj kafe dhe gjërat kështu edhe thua, këto bëj ripërsëritje. Mundohu gjatë gjithë kohës sa ta hedhësh poshtë. Dhe në momentin që ti sqaron këto gjëra dhe nuk i lë këta banor dhe këta njerëz që thonë si sillet Laerti me ty, dhe unë prapë dhe ti me të drejtë thua, po ti çdo me mua, po sepse të pëlqej Laert. Dhe po pres një moment që ti të ndihesh shumë krenar që ti më ke mua në krah, dhe nuk po e ndjej atë gjë. Dhe dashuria nuk është për me të puth, do me të puth dhe me të regu se kjo është dashuria. Ti duhet ishe shumë krenar, dhe unë shumë krenar. Dhe këtë ti nuk e të regon. Do me të puth edhe me thonë që ne duhemi dhe dashurohemi për të reguar dashurin. Më lërë ta përfundoj. Zemër më lërë ta përfundoj. Dashuria për mua nuk është të më puthësh dhe të puth edhe këtu mori fund se ne duhem. Dashuria është kur tregon kujdes, respekt për partnerin që ke. Si për shembull? Si për shembull duke mos e bërë ndjet inferiore, duke mos e bërë ty të ndjesh inferiore? Po atë bën në shtëpi, duke më ironizuar. Ua, po ç'është kjo? Po kjo fjalia nuk thuhet kështu, po vetëm thuhet për ty. Po ç'është kjo fjalë që ti përdor? Duke më ulur në momentin që bën këto gjeste që